Në dimrin më të egër të viteve të komunizmit, një çift mori vendimin më të dhimbshëm që mund të marrë një prind. Me lot në sy, lanë foshnjën e tyre në pragun e një jetimoreje, sepse nuk kishin më bukë për ta ushqyer. Ata besuan se, larg tyre, djali do të kishte të paktën një shans për të mbijetuar. Për 27 vite me radhë, e mbajtën atë sekret të varrosur thellë në zemrat e tyre. Çdo ditëlindje ishte një plag e hapur. Çdo fëmijë që shihni në rrugë ua kujtonte djalin që nuk e pan kur të rritej. Por askush nuk mund ta imagjinonte se ai foshnjë i braktisur nuk ishte zhdukur në harres. Ai ishte rritur me një emër tjetër. Kishte studiuar me sakrifica, kishte luftuar kundër paragjykimeve dhe kishte ndërtuar një karrierë të jashtëzakonshme. Derisa një ditë, e gjithë Shqipëria e pa në televizor duke bërë betimin si ministër. Në atë çast, 2 prindër të moshuar mbetën pa frymë. Fytyra që shfaqej në ekran ishte identike me foshnjën që kishin lënë pas 27 vitesh. A ishte vërtet djali i tyre? Dhe nëse po, a do t'i falte ndonjëherë për vendimin që i ndryshoi jetën përgjithmonë? Hijet e varfërisë. Viti ishte 1984. Shqipëria jetonte nën hijen e një sistemi ku varfëria nuk pranohej të përmendej, por ndihej në çdo shtëpi. Në një fshat të largët mes maleve jetonin Gjoni dhe Maria, një çift i ri që kishte vetëm një pasuri, dashurinë për njëri tjetrin. Shtëpia e tyre ishte ndërtuar me gur të vjetër dhe çatia pikonte sa herë binte shi. Në dimër, era hynte nga dritaret e qara dhe ftohtësia mbështillte çdo qoshe të dhomës. Drut ishin të pakta, ndërsa buka shpesh ndahej në copa aq të vogla sa duke sikur secili hante vetëm aromën e saj. Gjoni punonte në kooperativën bujqësore. Çdo mëngjes zgjohej para agimit, merrte çizmet e konsumuara dhe nisej drejt arave. Punonte gjithë ditën duke mbjell, korrur dhe transportuar prodhime që nuk i përkisnin atij. Në fund të muajit merrte vetëm disa lekë dhe pak produkte që nuk mjaftonin as për një javë. Maria punonte në repartin e qepjes të qytetit. Çdo ditë udhëtonte disa kilometra në këmbë. Gishtat i ishin mbushur me plag nga gjilprat, por ajo nuk ankohej. Mendonte vetëm për foshnjën që mbante në bark. Kur mjekja i tha se do të sillte në jetë një djalë, të dy u përqafuan me slotësh. Do ta quajmë Arben, tha Gjoni. Maria buzëqeshi. Do të ketë jetën që ne nuk e patëm kur. Ata ndëronin një të ardhme ndryshe, por realiteti nuk kishte mëshirë. Çdo muaj bëhej më i vështirë. Ushqimet paksoheshin. Radha për qumësht fillonte para lindjes së diellit. Njerëzit prisnin me orë të tëra për një copë djath ose disa vezë. Kur Arbeni erdhi në jetë, gëzimi i tyre zgjati vetëm pak ditë. Foshnja qante pa pushim. Maria nuk kishte mjaftueshëm ushqim për të prodhuar qumësht. Gjoni trokiste në çdo derë duke kërkuar ndihmë, por të gjithë ishin në të njëjtën gjendje. Një mbrëmje u kthye në shtëpi me vetëm një copë bukë misri. Maria e pa dhe uli kokën. Kaq gjete, kaq kishte. Ajo ndau copën në 3 pjesë. Njërën ja dha burrit, tjetrën e mbajti për vete dhe të tretën e zhyti në ujë të ngrohtë, duke u përpjekur t'ia jepte foshnjës. Por Arbeni vazhdonte të qante. Ditët kalonin dhe pesha e tij binte. Fytyra e vogël ishte zbehur. Sytë e tij nuk kishin më shkëlqimin e ditëve të para. Një natë Maria shpërtheu në lot. Nuk dua ta shoh duke vdekur. Gjoni nuk foli. Ai kishte qarë fshehurazi shumë herë, por atë natë nuk mundi ta mbante veten. Ndoshta ka një mënyrë tjetër. Maria ngriti kokën. Çfarë mënyre? Kam dëgjuar se në qytet ka një jetimore. Atje fëmijët ushqehen. Kanë mjek, kanë shtretër. Fjalët mbetën pezull. Maria u ngrit me një herë. Po thua ta lëm djalin ton? Jo, sepse nuk e duam. Atëherë pse? Sepse e duam më shumë se veten. Dhoma u mbush me heshtje. Vetëm frymarrja e foshnjës dëgjohej mes errësirës. Për javë të tëra nuk e përmendën më atë bisedë, por gjendja vetëm sa përkeqësohej. Arbeni u sëmur. Temperatura nuk i binte. Mjeku i fshatit i pa me keqardhje. Ka nevojë për ushqim.
Ilaçet nuk bëjnë mrekulli pa bukë. Ata dolën jashtë pa folur. Në rrugë, Bora kishte mbuluar gjithçka. Gjoni e ndjeu se po humbiste betejën. Mbrëmjen tjetër ndezën një qiri. Maria mbajti Arbenin në krah për orë të tëra. I këndoi ninullën që ja kishte kënduar dikur nëna e saj. Pastaj e puthi në ballë. Nëse Zoti ekziston, mos na e merr. Në atë çast trokiti dera. Ishte komshiu i tyre, Petro. Ai hyri ngadalë dhe uli zërin. Dëgjova për djalin. Gjoni pohoi me kokë. Petro nxori nga xhepi një shishe të vogël me qumësht. Këtë munda të siguroj. Maria shpërtheu në lot. Ajo e ushqeu me njëherë foshnjen. Për herë të parë pas ditësh, Arbeni fjeti i qetë. Por qumshti mbaroi të nesërmen. Dhe bashk me të ushua edhe shpresa. Pas disa ditësh, Gjoni mori vendimin më të rënd të jetës. Nesër shkojmë në qytet. Maria e kuptoi me njëherë. Nuk pati forcë të kundërshtonte. Atë natë nuk fjetën. E mbajtën djalin mes tyre deri në agim. Asnjëri nuk e dinte se ai udhëtim do të ndryshonte fatin e të treve përgjithmonë. Kur dielli sapo kishte lindur, ata mbështollën Arbenin me batanien e vetme të trashë që kishin. Maria futi në të një letër të vogël. Në të kishte shkruar vetëm pak rreshta. Nëse një ditë e lexon këtë, dije se nuk të lam sepse nuk të deshëm. Të lam sepse donim të jetoje. Na fal. Ajo nuk e dinte nëse letra do të mbërrinte ndonjëherë në duart e tij, por ishte e vetmja mënyrë për t'i lënë djalit një copës të zemrës së saj. Dera e shtëpisë u mbyll ngadalë. 3 hijet u larguan drejt qytetit, pa e ditur se po ecnin drejt një ndarjeje që do të zgjaste plot 27 vjet. Lamtumira që nuk harrohet. Qielli ishte imbuluar me re të dendura kur autobusi i vjetër u nis drejt qytetit. Brenda tij mbretëronte heshtja. Pasagerët mbanin kokën ulur, secili i humbur në mendimet e veta. Gjoni rinte pranë dritares, ndërsa Maria shtrëngonte fort Arbenin në kraharor, sikur të donte ta ndalte kohën. Foshnja flinte qetësisht, pa e ditur se udhëtimi që po bënte do t'i ndryshonte jetën përgjithmonë. Asnjëri prej tyre nuk fliste. Çdo fjalë do ta bënte edhe më të rënd dhimbjen që ndjenin. Kur autobusi mbërriti në qytet, era e ftohtë u përplas në fytyrat e tyre. Ata ecën ngadalë drejt ndërtesës së jetimores. Ishte një godinë e madhe, me mure gri dhe dritare të larta. Obori ishte i mbushur me fëmijë që luanin, por zhurma e tyre nuk arrinte ta zbusë trishtimin që mbante Maria në zemër. Ajo ndaloi para portës. Nuk mundem, pëshpëriti. Gjoni e pa në sy. Edhe ai ishte në prag të thyerjes. As unë nuk mundem, por nëse e kthejmë në shtëpi, nuk kemi as qumësht, as ilaçe. Nuk dua ta humbasim. Lotët i rëshitën në faqe Maris. Ajo puthi Arbenin në ballë. Më fal, biri im. Një grua rreth të 50-ave, me përparse të bardhë, doli nga godina. A mund t'ju ndihmoj? Gjoni mezi gjeti forcën të fliste. Kemi ardhur për djalin. Gruaja i ftoi të hynin brenda. Në zyrën e vogël mbretëronte qetësia. Në mure vareshin fotografi fëmijësh dhe disa vizatime të thjeshta. Drejtoresha i dëgjoi me kujdes. Asnjë prind nuk merr një vendim të tillë pa dhimbje, tha ajo me zë të ulët. Maria nuk mund ta ndalte të qarën. Ju lutem, kujdesuni për të. Është gjithçka që kemi. Gruaja mori Arbenin me shumë kujdes. Foshnja hapi syt për pak qaste dhe buzëqeshi pa e ditur se po ndahen nga njerëzit që e kishin sjell në jetë. Ajo buzëqeshje u ngulit përgjithmonë në kujtesën e Maris. Instinktivisht, ajo zgjati duart për ta marrë sërish. Jo, nuk mundem. Gjoni e përqafoi fort. Nëse e marrim tani, nuk do të kemi forcë ta lëmë më. Pas pak minutash, dera u mbyll. Tingulli i saj u duk si fundi i një jete. Rrugës për në fshat, askush nuk foli. Kur hyn në shtëpi, djepi bosh ishte ende në cep të dhomës. Maria u ul pranë tij dhe shpërtheu në lot. Ajo e lëkunte djepin bosh çdo mbrëmje, sikur Arbeni të ishte ende aty.
Fqinjët mendonin se foshnja kishte vdekur. Çifti nuk guxonte të tregonte të vërtetën. Në atë kohë, njerëzit gjykonin shpejt dhe askush nuk do ta kuptonte vendimin e tyre. Vetëm Petro, komshiu që i kishte ndihmuar me qumësht, e dinte sekretin. Një ditë do ta kërkoni, u tha ai. Gjoni uli kokën. Ndoshta. Ndërkohë, në jetimore, Arbeni po niste një jetë krejt tjetër. Infermierët e ushqyen dhe e vizitoi mjeku. Pak javë më vonë, shëndeti i tij u përmirësua. Ai qeshte sa herë që dikush i afrohej. Por çdo natë, para se të flinte, drejtoresha vërente se foshnja qetësohej vetëm kur mbështillej me batanien e vjetër që kishte sjell nga shtëpia. Një ditë, ndërsa po e lante, një copë letër ra nga palët e batanijes. Ishte letra e Maris. Drejtoresha e lexoi me lot në sy. Ajo vendosi ta ruante në dosjen personale të fëmijës. Ndoshta një ditë do t'i duhet, tha me vete. Kaluan muaj. Një çift nga qyteti, Iliri dhe Elena, kishin vite që përpiqeshin të kishin një fëmijë. Pasi kaluan të gjitha procedurat e kohës, u lejuan të birsonin një djalë. Kur hyn në dhomën e foshnjave, Arbeni u zgjati duart drejt Elenës. Gruaja mbeti pa fjalë. Është sikur po më njeh, tha me zë të dridhur. Drejtoresha buzëqeshi. Ndoshta ju ka zgjedhur ai. Pak javë më vonë, birësimi u përfundua. Arbeni mori një mbiemër të ri. Në certifikatën e tij të re nuk kishte më asnjë gjurmë të së kaluarës. Vetëm letra e fshehur në dosje mbeti dëshmitarja e vetme e historisë së tij. Në fshat, vitet kalonin ngadalë. Maria nuk e festoi më kurrë ditëlindjen e saj. Çdo vit, në ditën kur kishte lindur Arbeni, ndiste një qiri pranë dritares. Ndoshta është gjallë, pëshpëriste. Gjoni nuk e kundërshtonte. Ai kishte filluar të ruante në një kuti të vogël druri çdo kujtim të djalit. Batanien e dytë, një palë çorape të vogla dhe fotografinë e vetme që kishin bërë pak ditë pas lindjes. Një ditë, nëse e gjejmë, do t'ja jap, thoshte ai. Por vitet shndërroheshin në dekada. Regjimi komunist po shkonte drejt fundit. Shqipëria po ndryshonte. Megjithatë, për Gjonin dhe Marin, koha duke sikur kishte ndalur në atë ditë kur dera e jetimores u mbyll pas tyre. Ata nuk e dinin se, shumë kilometra larg, djali i tyre po rritej në një familje që e donte me gjithë zemër. Po shkëlqente në shkollë, po fitonte bursa, po tregonte një inteligjencë të rrallë. Dhe, pa e ditur askush, rruga e tij po e çonte drejt posteve më të larta të shtetit. Ndërsa prindërit biologjik jetoni me bindjen se ndoshta nuk do ta shihnin më kurrë. Fati kishte nisur të shkruante një histori që askush nuk do ta kishte besuar. Një histori që, pas shumë vitesh, do t'i ribashkonte në mënyrën më të papritur. Djali që askush nuk e njohu. Kaluan vitet. Arbeni nuk mbante mend asgjë nga ditët e para të jetës së tij. Për të, prindërit ishin vetëm Iliri dhe Elena, çifti që e kishte rritur me dashuri, për kushtim dhe sakrificë. Ata nuk ishin të pasur, por besonin se edukimi ishte pasuria më e madhe që mund t'i linin djalit. Iliri punonte si mekanik në një ndërmarrje shtetërore, ndërsa Elena ishte mësuese e ciklit fillor. Paga e tyre ishte modeste, por çdo libër që Arbeni kërkonte gjendej mbi tavolinën e tij. Çdo fletore, çdo laps dhe çdo mundësi për të mësuar ishte prioriteti i tyre. Që i vogël, Arbeni tregoi një zgjuarsi të pazakont. Në moshën 6 vjeçare lexonte libra që fëmijët e tjerë nuk i kuptonin. Në shkollë ishte gjithmonë i pari. Mësuesit flisnin me admirim për të. Ky djalë do të bëhet dikush, thoshte shpesh drejtoresha. Por kishte një pyetje që e ndiqte gjithmonë. Pse nuk i ngjante askujt nga familja? Sa më shumë rritej, aq më shumë e vinte re. Flokët e zinj, sytë e thellë dhe tiparet e fytyrës nuk ngjanin as me Ilirin, as me Elenën. Një mbrëmje, kur ishte 13 vjeç, nuk duroi më. Mama, pse njerëzit thonë se nuk ngjaj me ju? Elena heshti. E kishte ditur se kjo ditë do të vinte. Ajo pa Ilirin, i cili vetëm uli kokën. Arben, tha ajo me zë të butë, ka ardhur koha të dish të vërtetën.
Djali ndjeu zemrën ti rihte fort. Ti nuk ke lindur nga unë. Fjalët ranë si rufe. Çfarë do të thot kjo? Ne të kemi birsuar kur ishe foshnje. Dhoma u mbush me heshtje. Arbeni nuk fliste. Ai shikonte her nënën, her baban. Nuk më deshën prindërit e mi. Elena shpërtheu në lot. Jo, birë. Mos e thuaj kur këtë. Nuk e dim çfarë kanë kaluar. Ndoshta nuk kishin zgjidhje. Iliri ju afrua. Një gjë duhet ta dish. Për ne ke qenë dhe do të mbetesh djali ynë. Arbeni i përqafoi të dy. Edhe ju jeni prindërit e mi. Megjithatë që nga ajo ditë, në zemrën e tij lindi një boshllëk. Kush ishin njerëzit që e kishin sjell në jetë? A ishin gjallë? A e kishin harruar? Apo mendonin ende për të? Në vitet që pasuan, Arbeni vendosi ta kthente atë dhimbje në forcë. Studioi pa u lodhur. Mbaroi shkollën e mesme me rezultate të shkëlqyera dhe fitoi të drejtën për të vazhduar universitetin. Profesorët e vlerësonin jo vetëm për inteligjencën, por edhe për ndeshmërinë. Ai nuk kërkonte favore. Nuk përfshihej në konflikte. Gjithmonë dëgjonte më shumë se sa fliste. Kur Shqipëria nisi të ndryshonte pas rënies së komunizmit, vendi kishte nevojë për njerëz të rinj, të arsimuar dhe me vizion. Arbeni u përfshi fillimisht në projekte sociale. Vizitonte shkolla të varfra, ndihmonte jetimoret, mblidhte fonde për familjet në nevojë. Sa herë hynte në një jetimore, ndjente një emocion të çuditshëm. Nuk e dinte pse, por diçka brenda tij i thoshte se ai vend ishte pjesë e historisë së tij. Një ditë, ndërsa po vizitonte një institucion të tillë, pa një foshnjë që qante pa pushim. E mori në krah. Fëmia u qetësua menjëherë. Punonjësja buzëqeshi. Ke dorë të mirë me fëmijët. Arbeni buzëqeshi lehtë. Ndoshta sepse e di si ndihet dikush që kërkon vetëm pak dashuri. Askush nuk e kuptoi peshën e atyre fjalëve. Vitet kalonin. Karriera e tij po ngjitej me shpejtësi. Ai fitoi respekt për mënyrën si punonte. Nuk premtonte gjëra që nuk mund t'i mbante. Nuk kërkonte lavdi. Gazetarët filluan ta intervistonin gjithnjë më shpesh. Nga e merrni forcën për të mos u dorëzuar, e pyeti një gazetare. Arbeni buzëqeshi. Nuk e di. Ndoshta sepse gjithmonë ka menduar se çdo njeri meriton një shans të dytë. Askush nuk e dinte se ai po fliste edhe për veten. Ndërkohë, në fshatin e largët, Gjoni dhe Maria ishin plakur. Flokët e tyre ishin zbardhur. Duart ishin rrudhur nga puna e rëndë. Por një zakon nuk kishte ndryshuar. Çdo vit, në ditëlindjen e Arbenit, ndiznin një qiri. Ndoshta sot mbush 20 vjeç. Ndoshta sot 25. Ndoshta është bërë baba. Ata nuk kishin asnjë përgjigje. Vetëm shpresë. Një pasdite vere, Petro u solli një gazetë. Keni parë këtë djalë? Në faqen e parë ishte fotografia e një politikani të ri që po fitonte popularitet në të gjithë vendin. Maria e mori gazetën. Duart filluan t'i dridheshin. Gjon. Burri ngriti kokën. Syt i u mbushën me lot. Ai djalë kishte të njëjtin shikim që kishte parë tek foshnja e tij 27 vjet më parë. Të njëjtën vijë të fytyrës. Të njëjtin buzëqeshje të lehtë. Nuk mund të jetë. Maria preku fotografin me dorë. Është ai. Petro mbeti pa fjalë. Mendoni vërtet? Nuk e di, tha Gjoni me zë të dridhur. Por zemra ime nuk gabon. Pak muaj më vonë, në të gjitha televizionet u transmetua ceremonia e emërimit të qeverisë së re. Kamera u ndal mbi fytyrën e Arbenit. Ai ngriti dorën dhe bëri betimin si ministër. Në atë çast, filxhani i kafes ra nga dora e Maris dhe u thye në dysheme. Ajo nuk e ndjeu. Syt ishin ngulur vetëm tek ekrani. Gjoni u ngrit në këmbë. Lotët i rridhnin pa pushim. Është djali ynë. Për 27 vjet kishin jetuar me frikën se mos ai nuk jetonte më. Tani po e shihnin përballë gjithë Shqipërisë.
i fort, i respektuar, ministër. Por me skrenarisë dhe gëzimit lindi një pyetje edhe më e dhimbshme. A do të kishte ndonjë mënyrë për t'i treguar të vërtetën? Dhe nëse një ditë Arbeni do të mësonte se ata ishin prindërit e tij biologjik, a do t'i përqafonte? Apo do të largohej përgjithmonë, duke i fajsuar për braktisjen që i kishte ndryshuar jetën? Sekreti që doli në dritë. Ceremonia e betimit kishte përfunduar, por për Gjonin dhe Marin koha dukej sikur kishte ndalur. Për disa ditë ata nuk flisnin për asgjë tjetër përveç djalit që sapo kishin parë në televizor. Fotografinë e tij e pren nga gazeta dhe e vendosën pranë ikonës së vetme që kishin në shtëpi. Çdo mëngjes Maria e shikonte për disa minuta. Është bërë burr, pëshpëriste. Gjoni nuk e hiqte dot mendjen nga një pyetje. Po sikur të mos ishte ai. Ngjashmëria ishte jashtëzakonshme, por vetëm ajo nuk mjaftonte. Nuk mund të shkojmë e t'i themi se jemi prindërit e tij pa prova, tha një mbrëmje. Maria uli kokën. E di. Atëherë kujtoi letrën. Letrën atë që i lash në batanije. Gjoni ngriti me njëherë kokën. Nëse është ruajtur, për herë të parë pas shumë vitesh, në zemrat e tyre lindi një shpresë e vërtetë. Pas disa ditësh u nisën drejt qytetit ku dikur ndodhej jetimorja. Ndërtesa ishte ende aty, por tashmë shërbente si qendër sociale. Në recepcion i priti një grua e re. Po kërkojmë dikë që ka punuar këtu rreth 30 vjet më parë, tha Gjoni. Pas disa telefonatash, mësuan se ish drejtoresha, zonja Vera, ishte në pension dhe jetonte vetëm pak kilometra larg. Ata shkuan me njëherë. Kur gruaja e moshuar hapi derën, u deshën vetëm pak sekonda që t'i njihte. Sytë tuaj nuk i kam haruar kur, tha ajo. Maria shpërtheu në lot. Ne jemi prindërit e atij djali. Vera i ftoi brenda. Për disa minuta askush nuk foli. Pastaj ajo u ngrit ngadalë dhe solli një kuti të vjetër kartoni. E kam ruajtur gjithë këto vite. Nga kutia nxori një dosje të zverdhur nga koha. Brenda saj ndodhej letra. E njëjta letër që Maria kishte futur në batanije ditën e ndarjes. Gruaja e moshuar i dorëzoi me kujdes. E ruajta sepse ndjeva se një ditë do të vinte dikush ta kërkonte. Maria e mori me duar që i dridheshin. Ishte shkrimi i saj. Lotët ranë mbi letrën e vjetër. Faleminderit. Vera buzëqeshi lehtë. Ka edhe diçka tjetër. Ajo nxori një dokument tjetër. Në të shënoi data e birësimit, emrat e prindërve adoptues dhe emri i ri që kishte marrë djali. Të gjitha përputheshin. Nuk kishte më asnjë dyshim. Ministri që shfaqej çdo ditë në televizor ishte vërtet Arbeni i tyre. Në anën tjetër të vendit, Arbeni ishte i zhytur në punë. Mbledhje, vizita, konferenca dhe udhëtime. Megjithatë, një pjesë e jetës së tij mbetej ende pa përgjigje. Një mbrëmje, gjatë një bisede me nënën adoptuese, ai e pyeti: "Mama, a di ndonjë gjë për prindërit e mi biologjik?" Elena heshti për disa çaste. "Jo shumë. A nuk ka mbetur asnjë dokument?" Ajo u ngrit dhe solli një dosje të vogël. "Kjo është gjithçka që na dhan." Brenda kishte vetëm disa fletë, por mungonte letra. Arbeni e pa me vëmendje. Asnjë emër. Na than se nuk kishte informacion tjetër. Ai mbylli dosjen. Ndoshta nuk do t'i njoh kur. Elena ia shtrëngoi dorën. Nuk haro se dashuria nuk matet vetëm me gjakun. Arbeni buzëqeshi. E di. Por në zemër ende kërkonte përgjigje. Ndërkohë, Gjoni dhe Maria përballeshin me një dilemë të madhe. A duhet ta kërkonin? Po sikur prania e tyre t'ia shkatëronte jetën. Po sikur ai të mendonte se ata e kishin braktisur pa arsye. Kam frikë, tha Maria. Edhe unë. Nëse na uren. Gjoni mori frym thellë. Atëherë do ta pranojmë. Nuk kemi të drejtë t'i kërkojmë falje me detyrim. Ata vendosën të mos shkonin me njëherë në zyrën e tij. Në vend të kësaj, Maria shkroi një letër.
me të njëjtin shkrim që kishte përdorur 27 vjet më parë. Bir, ndoshta nuk na njeh, ndoshta nuk dëshiron të na njohësh, por ne jemi njerëzit që të sollën në jetë. Nuk të lam sepse nuk të donim, të lam sepse menduam se ishte mënyra e vetme që ti të mbjetoje. Për çdo ditë të jetës son jemi penduar. Nuk kërkojmë asgjë, vetëm një mundësi që të na dëgjosh. Nëse nuk dëshiron, nuk do të shqetësojmë më. Qofsh gjithmonë i lumtur. Kur letra përfundoi, të dy shpërthyen në lot. Ata nuk e dinin nëse do ta dërgonin. Nuk e dinin nëse Arbeni do ta lexonte ndonjëherë. Por fati, edhe një herë, po përgatiste një takim që do të ndryshonte jetën e tyre përgjithmonë. Sepse vetëm pak ditë më vonë, ministri Arben do të vizitonte pikërisht fshatin ku kishte lindur, pa e ditur se aty e prisnin dy njerëz që e kishin dashur çdo ditë të jetës së tij. Përqafimi pas 27 vitesh. Lajmi u përhap shpejt në të gjithë zonën. Ministri Arben do të vizitonte fshatin për të inauguruar rindërtimin e shkollës së vjetër dhe një qendër shëndetësore. Për banorët ishte një ngjarje e madhe. Flamujt u vendosën përgjatë rrugës, fëmijët përgatitën këngë dhe të moshuarit dolën herët për të zënë vend. Por për Gjonin dhe Marin, ajo nuk ishte thjesht një vizitë zyrtare. Ishte dita që mund të ndryshonte jetën. Maria mbante në çantë letrën e vjetër, të zverdhur nga koha. Gjoni mbante kutinë e vogël prej druri ku kishte ruajtur për 27 vjet çorapet e para të Arbenit, fotografinë e vetme të foshnjërisë dhe batanien që kishte mbetur në shtëpi. Nëse nuk na beson, të paktën do t'i tregojmë këto, tha ai. Makina zyrtare u ndal para shkollës. Arbeni zbriti, përshëndeti banorët dhe filloi të bisedonte me ta. Ai buzëqeshte, shtrëngonte duar dhe dëgjonte me kujdes problemet e secilit. Maria e shikonte nga larg. Nuk kam forcë të afrohem. Gjoni ja shtrëngoi dorën. Sot ose kur. Kur ceremonia përfundoi, turma filloi të shpërndahej. Ata ju afruan ngadalë. Një punonjës i sigurisë u doli përpara. Ju lutem, ministri ka një program të ngjeshur. Arbeni dëgjoi zërin e tyre dhe u kthye. Është në rregull. Le të afrohen. Maria mezi nxori zërin. Zoti ministër, kemi ardhur vetëm të japim diçka. Ajo i zgjati letrën. Arbeni e mori me mirësjellje. Kur pa datën dhe shkrimin e zverdhur, fytyra ju bë serioze. Filloi ta lexonte. Pas rreshtit të parë, duart filluan t'i dridheshin. Pas rreshtit të dytë, syt ju mbushën me lot. Kur arriti te fjalia, nuk të lam sepse nuk të deshëm, të lam sepse donim të jetoje. Ai nuk mundi të vazhdonte. Ngriti kokën dhe pa dy të moshuarit përballë. Ju, askush nuk fliste. Maria vetëm qante. Ne jemi, tha ajo me slotësh, prindërit e tu biologjik. Rreth tyre ra heshtja. Edhe truprojat mbetën të palëvizshme. Arbeni uli syt te fotografia e vogël e foshnjës që Gjoni nxori nga kutia prej druri. Pastaj pa batanien. Ishte njëta batanie që kishte parë në dosjen e tij të birësimit vite më parë në një fotografi të vjetër. Nuk kishte më dyshim. Ai mbylli syt për disa sekonda. Të gjithë prisnin reagimin e tij. A do të largohej? A do t'i refuzonte? Po. Papritur, Arbeni hodhi hapat drejt tyre. Përqafoi fillimisht Marin, pastaj Gjonin. Të tre shpërthyen në lot. Njerëzit që ndodheshin aty nuk e kuptonin plotësisht çfarë po ndodhte, por e ndjenin se po shihnin një moment të rrallë. Ju kam kërkuar gjithë jetën, tha Arbeni me zë të dridhur. Maria nuk pushonte së qari. Mendoja se do të na urreje. Ai tundi kokën. Jo. Po ne të lam. Ju më dhatë mundësin të jetoj. Gjoni uli kokën. Nuk kaloi asnjë ditë pa menduar për ty. Arbeni e ngriti në këmbë. Nuk dua të jetoni më me faj. Pak ditë më vonë, Arbeni organizoi një takim edhe me prindërit që e kishin birësuar. Iliri dhe Elena mbërritën me emocione të mëdha. Për një çast u duk sikur do të kishte tension. Por ndodhi e kundërta.
Maria ju afrua Elenës dhe i mori duart. Faleminderit. Elena u përlot. Për çfarë? Sepse e rrite si djalin tënd. Dy gratë u përqafuan gjatë. Edhe Gjoni shtrëngoi fort dorën e Ilirit. Ne i dham jetën. Iliri buzëqeshi me lot në sy. Ne patëm fatin ta rrisnim. Arbeni i shikonte të katërt. Për herë të parë në jetën e tij, nuk ndjente më se i mungonte një pjesë e vetes. Ai nuk kishte humbur një familje. Kishte fituar 2. Muajt kaluan. Arbeni vazhdoi detyrën e tij si ministër, por tani çdo fundjavë shkonte në fshatin ku kishte lindur. Ai rindërtoi shtëpinë e vjetër të Gjonit dhe Maris, por ata nuk pranuan luks. Kemi jetuar gjithë jetën thjesht, tha Gjoni. Na mjafton që ti vjene na takon. Në murin e shtëpisë vendosën fotografinë e parë ku të gjashtë qëndronin së bashku. Arbeni, Gjoni, Maria, Iliri, Elena dhe niprit e vegjël. Poshtë fotografisë, Arbeni shkroi një fjali që nuk do ta haronte kurrë. Prindër nuk janë vetëm ata që të sjellin në jetë, por edhe ata që të duan pa kushte. Unë pata fatin t'i kem të dy. Mesazhi i historisë. Kjo është një histori fiktive, e cila kujton se, ndonjëherë, vendimet më të dhimbshme merren jo nga mungesa e dashurisë, por nga dëshpërimi. Dashuria e vërtet mund të mbijetojë edhe pas dekadash, dhe falja ka fuqinë të shërojë plagë që koha nuk mundi t'i mbyllë.